flok të gjatë apo flok të shkurtër? Si mendoni juve si duhet që t'i mbaj? Kam tani një 2-3 muaj që nuk i kam prerë flokët, edhe janë zgjatur goxha mund të them. Ndaja edhe tani po mendohem t'i pres prap apo t'i lë të zgjaten. Në këto ditë do t'u bëj edhe një video tjetër me flok kaçurela, si bëj flokët me onde, do me thënë. Kësaj radhe vetëm thjesht i drejtova, siç i bëj zakonisht. Por me sa mund të shikoni edhe juve, flokët me janë zgjatur goxha, nga që dhe nuk i lyej tani edhe janë më të shëndetshme se ajo boja i përvëllonte flokët. Kjo është e vërteta, sado që ishin të bukura, i përvëllonte. Tani ndaja edhe i shikoni që ndriçojnë më shumë flokët, floku natyral ndriçon më shumë për mua, edhe kuptohet që do të kujdeset shumë më pak se sa floku i lyer, që do 100 kondicionere, maska, të gjitha këto që duhet i vëm flokut që të qëndrojë i butë edhe i mirë. Kështu nuk do as edhe një gjë, vetëm një mbrojtës kundra nxehtësisë edhe jemi gati t'i përvëllojmë prapë. Siç mund të shikoni, flokët janë zgjatur goxha, edhe dua opinionin juaj, të më thoni t'i lë të zgjaten akoma apo t'i presë të shkurtra si që kisha. I drejtova, gati janë, edhe pres komentet juaja. Të kaloni një ditë sa më të bukur. Ciao ciao.